Shumë që jemi neve. Përshëndetje për ty poshtrim dhe për gjithë panelistët dhe shikues. E kemi kohën shumë të limituar, ama ti e din që unë ju respektoj. Edhe prandaj ju kyça direkt sepse e pash që keni çfarë të thoni. Për juve, fillimisht, çfarë prisni nga Gjykata Supreme nesër në ankesën që e keni parashtruar për votat edhe për deputetin e mohuar që e keni aktualisht? Po si që dini jo dhe gjithë opinioni publik i Republikës Kosovës, me votat e Kosovës të cilët ishin me nënshkurt, unë e fitova vendin e kuvendin e Kosovës, po me ardhin e votave nga diaspora dhe numërimi i tyre, rivalet tonë politik na kaluan për 140 vota. Kush ka kaluar për 140 vota? Cila parti? Subjekti i PAI-s, Partia Shkalimi për Integrim. Që drejtohet nga kush? Që drejtohet nga kush? Nga ish deputeti Etem Arifi, që e ka rxoni qeveri Kosovës dhe i ka orkestruar edhe këto votat e diasporës për më rikthyer në kuvend. Se po thu orkestrim votave diasporës ka edhe te minoritetet, jo vetëm te pjesa e shumicës. Po ne çdo ditë jemi ankemuar edhe në PZAP dhe në Gjykatë Supreme edhe më herët. Dhe faktet i kemi dërguar me video, ku njerëzit tregojnë që jo ka marrë ftesa dhe fare s'kan votuar në procesin e votimit me postë. Qartë. Dhe aty janë votuar 2 kandidatë. Deputeti i tanishëm i cili pretendohet që ka fituar Artan Aslani, i cili është këshilltar i kryeministrit Kurti, dhe u votuar një kolegi i tij Besart Jashari, i cili është këshilltar i ministrës Rizvanolli. Qartë. Domethënë vetëm këta 2 vetë kanë votat e diasporës. Okej. Çfarë prisni nesër? Unë mendoj që nëse Gjykata Supreme dhe nëse ka meti pikë drejtësi në Kosovë, nesër vendimi do të jetë pozitiv për mua dhe unë do të jam i zgjedhur i popullit të Kosovës. Nëse ti je i zgjedhur vetëm pak, Qazim, nëse ti je i zgjedhur dhe je deputet në kuvendin, në legjislaturën e ardhshme në kuvendin e Kosovës, a do ta votoje zotin Kurti apo do t'ja jepje besimin opozitës? Këto dëshiroj t'ju informoj juve dhe opinionin publik. Minoritetet janë takuar dje dhe i kam përjashtuar 2 deputet nga takimi, apo nuk i kam ftuar. Nuk e kam ftuar zotin Veton Berishën dhe se kam ftuar Duda Balën, që i bjen 8 deputet janë takuar dhe edhe nëse nisma shkon me VV-n, prap votat nuk janë. Domethënë se i përket koalicionit vetëvendosës. Unë e pyeta një ditë Veton Berishën e takova. Veton Berisha tha unë nuk kam asnjë problem, kush e bën shumicën unë jam me ta. Edhe unë jam i të njëjtit mendim, por nëse shkohet në përjashtim të deputetëve për dikon nënë, për dikon njëri, unë mendoj që edhe deputetët minoritarë do të marrin një qendrim përfundimtar.